Pas kërkesës së parë të kryetarit të Bashkisë Shkodër për rikthimin e gjendje optimale të segmenteve rrugore, dëmtuara gjatë hapjes së tyre për investime në rrjet, ka nisur këtë të hënë punën e terren për riparimin e tyre. Dëmtimet janë shkaktuar gjatë ndërhyrjeve të ndërmarrjes së ujësjesit dhe operatorëve të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shkodër, teksa janë hapur rrugët për realizimin e investimeve në rrjetin energjetik dhe infrastrukturën përkatëse. Shefi i Degës Teknike pranë OSHE në Shkodër, Gjon Bala, bëri të ditur se procesi i riparimeve ka nisur këtë të hënë dhe do përmbyllet brenda 3 ditësh në të gjitha segmentet ku gjatë hapjes për investime shkaktuar dëmtime nga OSHE. Në kuadrin e investimeve që është duke bërë drejtoria rajonale e Shkodrës, jemi qenë të detyruar të presim disa rrugë të qytetit të Shkodrës. Pas përfundimit të investimeve, në të gjitha rrugët që janë dëmtuar nga ana jonë, drejtoria rajonale ka marrë masat për shtrimin dhe mbylljen e të gjitha kanaleve dhe gropave ku janë bërë punime. Ne jemi edhe në varësi të motit, ne mendojmë që mëna për 2-3 ditë do të mbyllim të gjithë segmentet që janë dëmtuar. Bashkia e Shkodër ka theksuar se çdo investim në toksor duhet të shoqërohet me rikthimin e plotës sipërfaqes rrugore si detyrim ligjor dhe si standard bashkëpunimi interinstitucional.